Meghan dhe Harry në shënjestër të talljeve të egra në shfaqje televizive. Që nga fillimi i lidhjes së tyre në vitin 2016, princi Harry dhe Meghan Markle janë bërë objekt tallje në shumë shfaqje të njohura televizive që shpesh kanë vënë në lojë jetën dhe vendimet e tyre personale. Seriali britanik The Windsors u tall me çiftin që në hapat e parë të romancës së tyre duke ironizuar ambicjet e Meghan për famë dhe ndikimin e Harryt në këtë drejtim. Më pas, seriali animuar The Prince në vitin 2021 i përshkroi ata si të papunë dhe të pavlerë për ekranin, ndërsa South Park u bë një nga më thumbuesit në episodin Turneu Global i Privatësisë, ku dy personazh që përfaqësonin çiftin qarkulluan nëpër botë duke kërkuar privatësi, ndërkohë që promovonin një libër personal, shkruan Daily Mail. Në Family Guy, çifti u portretizua duke marrë para nga Netflix, pa bërë asgjë konkrete. Madje edhe Trevor Noah gjatë çmimeve Grammy 2023 bëri shaka për shkrimin fatkeq të Harryt rreth një incidenti intim në kujtimet e tij spare. As Saturday Night Live nuk kurseu sarkazmën, një segment lat kuptohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i duan më çiftin, ndërsa u paraqitën si shkëmbim tregtar në marrëdhëniet Britani-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në sfondin e gjithë kësaj satire televizive, Harry ka vazhduar të flasë për distancimin nga familja mbretërore dhe betejat e tij ligjore për sigurinë në Mbretërinë e Bashkuar. Megjithatë, një sondazh i fundit tregon se ai mbetet ndër figurat më të pëlqyera mbretërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, menjëherë pas vllait të tij, William, ndërsa Meghan qëndron më poshtë në renditje.